Prokuroria Themelore e Shkupit ka filluar hetim kundër personit ZD për ndihmë gjatë rrëmbimit dhe vrasjes së Vanjes dhe Pançes. Ai është antar i Partisë Desna dhe i punësuar në Bankën Popullore si personel teknik. U arrestua dje, ndërsa sot është marrë në pyetje nga policia. Pas instruksioneve të dhëna nga i akuzuari i parë, i dyshuari nga hapësirat e Partisë Politike Desna ka marrë një çantë në të cilën ka qenë arma, pistoleta, me të cilën janë kryer 2 vepra penale dhe i ka larguar nga partia. Me këtë u ka ndihmuar të akuzuarve të mos zbulohen. Me qëllim të konfirmimit të informacioneve, prokurori ka siguruar edhe urdhra gjyqësor me të cilët janë kryer bastisje në 2 lokacione, ndërsa po ndërmerren edhe veprime të tjera hetuese. Për ndryshe, arrestimi i ZD erdhi pasi gjatë seancës së djeshme gjyqësore, i akuzuari Velibor Manev tregoi se ka qenë edhe një person tjetër që ka ndihmuar në fshehjen e pistoletës. Kjo është pjesa e fundit e mozaikut. Çanta është e një antar i Partisë Desna i punësuar si person teknik në Bankën Popullore. E kuptova kur Palevski mu lajmërua nga kufiri turk dhe më tha që t'i paraqitem Zoranit, për shkak se e ka marrë nga zyra, siç tha Palevski, pakon që ta largoj nga ai, ta hedh apo shkatroj të mos mund të gjendet. Më pas e kisha patjetër ta informoj Palevskin se jam lajmëruar dhe e kam përcjell porosin. Megjithatë, për këtë person nuk do të ketë mas paraburgimi, por përkohësisht i është marrë pasaporta, i është dhënë ndalesë për nxjerrjen e pasaportës së re, si dhe kohë pas kohe të paraqitet në gjykat. Hetimi kundër këtij personi është lëndë tjetër, thon nga prokuroria, pasi nuk ndikon në lëndën për rrëmbimin dhe vrasjen, procedurë gjyqësore e cila është në fazë përfundimtare.